Kjo mesazh nuk erdhi rastësisht, fëmijë imi. Nëse po e dëgjon këtë tani, e di se Zoti ka një plan të veçantë për ty, ai të sheh, të dëgjon dhe e di çfarë po kalon. Jeremia 29:11 na kujton, sepse unë e njoh mendimin që kam për ju, thot Zoti, mendime për mirë, e jo për keq, që t'ju jap një të ardhme dhe një shpresë. Kjo është një premtim i fuqishëm, një premtim që duhet ta mbash fort në zemrën tënde. Mund të ndihesh i humbur, i braktisur, ose ndoshta ke fardos që mbajnë peshë të madhe në shpirtin tënd. Por dëgjo, Zoti nuk të ka lënë vetëm. Ai është këtu me ty, duke të thirrur me dashuri. Ajo që po kalon sot, çdo lutje e heshtur që ke bërë, çdo lot që ke derdhur, nuk janë të padukshme për të. Ai i sheh ato dhe i dëgjon, sepse ti je i rëndësishëm për të. Mund të ndihesh si një ëndër e varrosur, një shpresë e harruar, por Zoti është në procesin e rikthimit të atyre ëndrave në jetë. Ai dëshiron që ti të kuptosh se çdo gjë ka një qëllim. Çdo pritje, çdo sfidë, çdo dhimbje që ndjen, janë pjesë e planit të tij të madh për ty. Çfarë po mbani brenda jush që nuk e keni ndarë me askënd? Ajo që ndiheni është e rëndësishme, dhe Zoti është i gatshëm të dëgjojë çdo fjalë, çdo mendim, çdo lutje. Nëse ndihesh i ngarkuar me fardos të fshehura, dije se Zoti është afër atyre që janë me zemër të thyer. Ai të thotë, fëmijë imi, unë e di se çfarë po kalon. Ai dëshiron të japë qetësi dhe shpresë. Kjo është një ftesë për të hapur zemrën tënde dhe për të lejuar Zotin të hyjë në ato vende të thella që ndoshta i ke mbajtur të mbyllura. Mund të jetë e frikshme të hapesh, por nëse e bën këtë, do të zbulojë një dashuri dhe një pranim që do të ndryshojë gjithçka. Le të fillojmë këtë udhëtim së bashku, duke besuar se Zoti ka diçka të mrekullueshme për ty. A mund të besosh se kjo pritje ka një qëllim? A mund të besosh se çdo hap i ndërlikuar që merr është nën mbrojtjen e Tij? Zoti është këtu për të të ndihmuar të kuptosh se çdo gjë ndodh për një arsye. Ai të fton të hapesh dhe të besosh në të ardhmen që ai ka për ty ndonjëherë. Ajo që ne shohim si një pengesë, në të vërtetë është një mundësi për rritje. Kjo është vetëm fillimi i një udhëtimi të bukur që do të na çojë në thellësitë e dashurisë së Tij. Tani, le të kalojmë në atë që ndodhet thellë brenda teje. Çfarë fardos të fshehura ke? Çfarë lutjesh ke bërë në heshtje? Le të flasim për ato dhe të fillojmë të zbulojmë atë që Zoti ka përgatitur për ty. Dhe nëse thua në zemrën tënde, lutuni për mua dhe vazhdoni të luteni, sepse kam shumë nevojë për të. Më poshtë, do të shihni fjalën abonohu. A e shihni? Dua që ta klikoni. Në momentin e saktë që klikoni abonohu, do të bashkoheni me këtë zinxhir lutjesh. Dhe besoj se Zoti do të vizitojë jetën tuaj, shtëpinë tuaj dhe zemrën tuaj. Linku. Çfarë fardosh të fshehura ke? Çfarë lutjesh ke bërë në heshtje? Këto janë pyetje që ndonjëherë mbesin pa përgjigje, por Zoti dëshiron të të ndihmojë të zbulojë ato. Ai e sheh çdo dhimbje që ke mbajtur brenda teje. Ai e di se sa të rënd janë ato fardos që ke marrë mbi supe. Ndoshta ke pasur një humbje të madhe, një dështim që të ka lënë të ndihesh i braktisur, ose ndoshta ke kaluar nëpër një periudhë të vështirë, ku lutjet e tua kanë mbetur pa përgjigje. Mund të ndihesh i vetmuar në këtë udhëtim, por dëshiroj të të kujtoj se Zoti është gjithmonë pranë teje. Ai të ka parë në çdo moment të vuajtjes dhe ka dëgjuar çdo lutje të heshtur që ke bërë. Në Psalmin 34:18 thuhet, Zoti është afër atyre që kanë zemrën e thyer dhe i shpëton ata që janë të përgjakur në shpirt. Kjo është një premtim që duhet ta mbash fort në zemrën tënde. Ai është aty për të të ngushëlluar, për të të ndihmuar të heqësh dorë nga ato fardo të rënda. Ndonjëherë, ne mbajmë fardos të tilla që na pengojnë të ecim përpara. Ne mendojmë se jemi të fortë duke i mbajtur ato, por në të vërtetë, Zoti na fton të heqim dorë nga ato. Ai dëshiron që ne të hapim zemrat tona dhe të lëmë dritën e Tij të depërtojë në çdo errësirë që kemi brenda. Ajo çfarë ndodh është se kur ne lejojmë Zotin të na ndihmojë të heqim këto barë, ai fillon të punojë në ne dhe përmes nesh.
Imagjino se si do të ishte jeta jote pa këto fardo. Si do të ndieshe nëse do të ishe në gjendje të lëvizje lirshëm, pa peshën e dhimbjes dhe vuajtjes. Zoti dëshiron ta sjellë këtë liri në jetën tënde. Ai të fton të besosh se çfarëdo që ke kaluar, ai ka një plan për ty, ai dëshiron të shohë të rritesh, të forcohesh dhe të bëhesh një dëshmitar i fuqishëm i dashurisë dhe mëshirës së tij. Për të arritur këtë, duhet të jemi të gatshëm të presim dhe të përgatitemi për atë që Zoti ka në mendje për ne. Në historinë e Abrahamit, ai priti për një premtim që dukej i pamundur. Ai kishte një fëmijë të premtuar, Isakun, dhe për shumë vite ai priste. Por Zoti e përdori atë pritje për ta forcuar Abrahamin dhe për të treguar besimin e tij. Në çdo moment të pritjes, Zoti ishte atje, duke e udhëhequr dhe forcuar. Nuk është gjithmonë e lehtë të presësh, por pritja është një pjesë e rëndësishme e procesit. Ajo na ndihmon të rritemi në besim dhe të kuptojmë se Zoti është duke punuar në jetën tonë, edhe kur ne nuk e shohim atë. Ai po përgatit një të ardhme më të mirë për ne, dhe kjo do të kërkojë durim dhe besim. Ajo që ndodh është se gjatë kësaj periudhe pritjeje, Zoti na ndihmon të kuptojmë vlerën tonë. Ai dëshiron që ne të njohim identitetin tonë në të. Në Efesianëve 2:10 lexojmë, sepse ne jemi krijuar në Krishtin Jezus për vepra të mira, të cilat Zoti i ka përgatitur më parë që të ecim në to. Ti je i çmuar, ti je një fëmijë i Zotit dhe ai ka plane të mëdha për ty. Le të vazhdojmë këtë udhëtim së bashku, duke besuar se Zoti do të zbulojë çdo gjë që ka për ne. Ajo që ndodh është se çdo hap që ne marrim në besim, na çon më afër qëllimit të tij. Le të përgatitemi për atë që Zoti do të bëjë në jetën tonë, sepse ai është i besueshëm dhe i dashur. Tani, le të kalojmë në bisedën tonë të ardhshme, ku do të flasim për ëndrat e varrosura dhe shpresat e harruara. Çfarë është ajo që ke lënë pas, që Zoti dëshiron ta rikthejë në jetën tënde? Ajo është një pyetje e rëndësishme që do të na ndihmojë të zbulojmë më shumë për planin e tij për ne. Nëse ky mesazh të gjeti në një orë të vështirë, dhurimi yt ndihmon që ky fjalë të mbetet e lirë dhe e disponueshme për shpirtin tjetër që po vuan. Dhuro përmes lidhjes në përshkrim. Tani, le të mendojmë për atë që kemi lënë pas. Çfarë ëndrash, çfarë shpresash kemi varrosur në thellësitë e zemrës sonë? A e di, fëmijë imi, se Zoti nuk harron asnjë nga ato ëndrat që ti ke lënë pas? Ai i sheh ato dhe ai dëshiron t'i rikthejë ato në jetën tënde. Në Bibël, ne gjejmë shumë shembuj të njerëzve që ishin në pritje, që ndiheshin të braktisur, por Zoti kurrë nuk i la ata. Mendo për Mojsiun, i cili kaloi vite të tëra në shkretëtir, duke pritur një thirrje nga Zoti. Ai ndjeu se kishte dështuar se ëndrat e tij për të çliruar popullin e tij ishin varrosur. Por Zoti i tha, unë kam dëgjuar britmen e popullit tim dhe kam ardhur të të çliroj. Kjo është ajo që Zoti po të thotë ty sot, unë kam dëgjuar lutjet e tua. Unë kam parë lotët e tu. Unë kam një plan për ty dhe ai është në proces. Në këtë kohë pritjeje, ndonjëherë ne ndjehemi të braktisur. E dim se Zoti është me ne, por ndjenja e pritjes mund të jetë e vështirë. Mund të ndihesh si një fara që është mbjellë, por ende nuk ka dalë nga toka. Çdo ditë ti po pret për një shenjë, për një konfirmim që ëndrat e tua janë ende të gjalla. Mos e humb shpresën, sepse çdo gjë ndodh në kohën e duhur. Zoti nuk e harron asnjë nga ne. Mendo për Abrahamin, që priti për shumë vite për të pasur një djalë, Isakun. Ai ndjeu se koha po kalonte dhe se Zoti kishte harruar premtimin e tij. Por Zoti i tha, në kohën e duhur do të kesh një djalë. Çdo premtim që Zoti ka bërë për ty është ende në fuqi. Ai është besnik dhe do të besosh se ai do të veprojë në jetën tënde. Ajo që ndodh është se Zoti po të përgatit për diçka të madhe. Ai po të formon, po të forcon dhe po të mëson të besosh në të. Pritja është një proces që na ndihmon të rritemi në besim dhe karakter. Kjo është një mundësi për të reflektuar mbi jetën tonë, për të kuptuar se çfarë Zoti dëshiron të na mësojë.
Ajo që duket si një periudhë e errët mund të jetë një mundësi për të zbuluar dritën e tij. Ndonjëherë në këtë pritje ndjejmë se jemi të vetmuar. Por Zoti është me ty çdo hap të rrugës. Ai të ka zgjedhur dhe ai do të japë forcën që të vazhdosh. E di, fëmijë imi, se ndonjëherë farë e rëndë që mbajmë është ajo që na ndalon të ecim përpara. Le të lëm pas ato frikëra dhe dyshime, le të besojmë se Zoti ka diçka të madhe për ne. Dhe ndërsa ne presim, le të kujtojmë se Zoti është duke punuar për ne. Ai është duke përgatitur rrugën për ne, duke hapur dyrë që ndoshta ne nuk i shohim akoma. Në çdo hap të pritjes, ai është aty për të na udhëhequr. Ai është drita jonë në errësirë, ai është shpresa jonë në kohë të vështira. Le të jemi të durueshëm, le të besojmë se çdo gjë do të ndodhë në kohën e duhur. Mos harro, fëmijë imi, se Zoti ka plane të mëdha për ty, ai dëshiron të shohë të realizosh ato ëndrat që ke varrosur. Aty ku mendon se është fundi, Zoti ka një fillim të ri për ty. Tani, le të kalojmë në bisedën tonë të ardhshme, ku do të flasim për identitetin tonë, vlerën tonë dhe hirin që Zoti na ofron. Si mund ta kuptojmë se ne jemi të dashur dhe të çmuar në sytë e Tij? Ajo është një pyetje e rëndësishme që do të na ndihmojë të zbulojmë më shumë për atë që jemi në Krishtin. Nëse ndiheni të humbur apo të braktisur, mos harroni se Zoti është aty për t'ju rikthyer shpresën. Në këtë bisedë do të flasim për ato ëndrat që ndonjëherë i kemi varrosur. Ato ëndrat që duken si porta të mbyllura, si mundësi që nuk janë më të arritshme. Por, a e dini se Zoti ka pushtet të hapë ato dyrë që ne mendojmë se janë të mbyllura për gjithmonë? Mund të ndiheni sikur keni humbur çdo shpresë, siç ndodhi me Mojsiun kur ai e pa detin përpara tij dhe ushtrinë e Egjiptit pas tij. Ai ndjeu frikë, por Zoti i tha: "Mos ki frikë. Qëndro dhe shiko shpëtimin që do të sjellë Zoti për ju." Eksodi 14:13. Kjo është ajo që Zoti po thotë për ty sot. Ai dëshiron të rikthejë në ëndrat e tua, në shpresat e tua, në gjithçka që ke menduar se është e humbur. Mund të ketë pasur momente në jetën tënde kur ke ndjerë se ëndrat e tua janë varrosur në mbarën e dështimeve dhe shkënjimeve. Por, dëgjoj tani, Zoti është një Zot i ringjalljes. Ai është ai që sjell në jetë ato gjëra që ne mendojmë se janë të vdekura. Siç thot në Romakëve 4:17, ai flet për gjëra që nuk ekzistojnë siç do të ishin. Ai e di se çfarë është në zemrën tënde dhe ai dëshiron ta ndihmojë atë të dalë në dritë. Ndoshta ke pasur ëndrat e tua të mbyllura, siç ndodhi me Lazerin që ishte varrosur për 4 ditë. Të gjithë menduan se ishte shumë vonë, por për Zotin asgjë nuk është e pamundur. Ai e thiri Lazerin nga varri dhe e solli atë përsëri në jetë. Po ashtu, ai mund të thërrasë ëndrat e tua nga varri i dyshimit dhe frikës. Ai është Zoti që ringjall dhe ai dëshiron të ringjall shpresën në jetën tënde. Mund të ndihesh i lodhur nga pritja. Ndoshta ke pritur për shumë kohë që Zoti të veprojë në jetën tënde. Por kujto, fëmijë imi, se çdo pritje ka një qëllim. Zoti është duke punuar në mënyrë që kur të vijë koha, të jesh i gatshëm për të marrë bekimet që ai ka për ty. Pritja është një pjesë e procesit të formimit tonë, dhe Zoti po e përgatit zemrën tënde për atë që ai ka në mendje. Çdo ëndër e varrosur, çdo shpresë e harruar, është një mundësi për Zotin të tregojë fuqinë e tij. Ai dëshiron që ti të besosh se çdo gjë është e mundur për ata që besojnë. Ndoshta ke nevojë të japësh një hap të vogël në besim. Ndoshta është koha të rishikosh ato ëndrat dhe të fillosh të besosh se Zoti mund të sjellë një ndryshim. Ai është Zoti i mundësive dhe ai e di se çfarë është më e mira për ty. Le të jemi të qartë, Zoti nuk do t'ju braktisë. Ai është me ju në çdo hap të rrugës. Ai dëshiron që ti të njohësh vlerën tënde. Ai dëshiron që ti të kuptosh se je i dashur për të, pavarësisht nga dështimet e tua. Ai është aty për të ndihmuar të hapësh ato dyrë që mendon se janë të mbyllura. Tani, le të kalojmë në bisedën tonë të ardhshme, ku do të flasim për identitetin tonë, vlerën tonë dhe hirin që Zoti na ofron.
Si mund ta kuptojmë se ne jemi të dashur dhe të çmuar në sytë e Tij? Ajo është një pyetje e rëndësishme që do të na ndihmojë të zbulojmë më shumë për atë që jemi në Krishtin. Ndoshta po pyes veten, si mund të njohim identitetin tonë në sytë e Zotit? Si mund ta kuptojmë se jemi të dashur dhe të çmuar për të? Kjo është një pyetje thelbësore, sepse identiteti ynë është baza e çdo veprimi dhe besimi tonë. Ajo që besojmë për veten tonë ndikon në mënyrën se si veprojmë, si i trajtojmë të tjerët dhe si e përjetojmë jetën tonë. Zoti ka një plan të jashtëzakonshëm për çdo individ. Ne jemi të krijuar me një qëllim të veçantë dhe ai qëllim është i lidhur ngushtë me identitetin tonë. Në Jeremia 29:11, Zoti na thotë, sepse unë e di mendimin që kam për ju, mendime për paqe dhe jo për të keq, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Kjo do të thotë se Zoti ka menduar për ne që në fillim, dhe ai ka një vizion për ne që është i mbushur me shpresë dhe mundësi. Por ndonjëherë ne harrojmë këtë të vërtetë. Ne lejojmë rrethanat, dështimet dhe zërat e dyshimit të na japin një identitet të rrem. Ne fillojmë të besojmë se jemi të papërshtatshëm, të pavlerë ose madje të padëshirueshëm. Mirë po, Zoti na kujton se identiteti ynë nuk është i përcaktuar nga ajo që mendojmë për veten tonë, por nga ajo që ai mendon për ne. Ai na thotë, ti je i dashur, ti je i çmuar, ti je biri imi. Mund të mendojmë për historinë e Gideonit, një njeri që e ndjeu veten të pavlerë dhe të pafuqishëm. Ai ishte një njeri që kishte frikë dhe dyshim mbi veten e tij. Por Zoti e zgjodhi atë për të çliruar Izraelin nga duar e Midianit. Ai e quajti Gideonin njeri të fortë, edhe kur Gideoni vetë nuk e besonte këtë. Kjo është ajo që Zoti bën për ne. Ai sheh potencialin tonë, edhe kur ne nuk e shohim. Zoti dëshiron që ne të kuptojmë se identiteti ynë është i lidhur me dashurinë e Tij. Ai na ka dhuruar hirin e Tij, një hir që na jep forcë dhe na ndihmon të përballojmë çdo sfidë. Në Efesianëve 2:8-9 lexojmë, sepse me anë të hirit jeni shpëtuar përmes besimit dhe kjo nuk është nga vetja juaj, është dhuratë e Zotit. Ne jemi të shpëtuar, të dashur dhe të çmuar për Zotin dhe kjo na jep një identitet të ri dhe një qëllim të ri në jetë. Mund të ndihesh i humbur, por mos harro se Zoti të sheh me dashuri. Ai të fton të zbulosh vlerën tënde në sytë e Tij. Kur kuptojmë se ne jemi të çmuar dhe të dashur, ne fillojmë të veprojmë ndryshe. Ne fillojmë të besojmë në vetvete dhe në planin që Zoti ka për ne. Le të mos harrojmë se identiteti ynë është një udhëtim. Zoti është duke punuar në ne, duke na formuar dhe transformuar çdo ditë. Ai na thotë se jemi të dashur dhe të çmuar, dhe ai dëshiron që ne të jetojmë sipas këtij identiteti. Tani, le të kalojmë në bisedën tonë të ardhshme, ku do të flasim për besimin, bindjen dhe qetësinë para Zotit. Si mund të besojmë dhe të jemi të bindur në planin e Tij, edhe kur rrethanat duken të vështira? Si mund të gjejmë qetësinë në mes të stuhisë? Kjo është një pyetje që do të na ndihmojë të thellojmë marrëdhënien tonë me Zotin dhe të zbulojmë fuqinë e besimit tonë. Dhurimi juaj nuk është vetëm mbështetje për këtë kanal, ndihmon në sjelljen e shpresës për dikë që lutet në heshtje sonte. Përdorni lidhjen e dhurimit në përshkrim. Por si mund të besojmë dhe të jemi të bindur në planin tim, edhe kur rrethanat duken të vështira? Kjo është një pyetje thelbësore që shpesh na ndjek. Unë e di se ndonjëherë ju ndjeni të humbur, si në një errësirë të thellë, dhe ndoshta po pyesni veten nëse do të ketë ndonjëherë një dritë në fund të tunelit. Unë kam parë vuajtjet tuaja, kam dëgjuar lutjet tuaja të heshtura dhe kam ndjerë peshën e çdo ngarkese që mbani në zemrat tuaja. Në Bibël, shumë herë njerëzit e Zotit përballeshin me sfida të mëdha. Mendoni për Mojsiun, i cili u thirr për të çliruar popullin e tij nga skllavëria. Ai kishte frikë dhe dyshonte në aftësitë e tij. Por unë i thash, unë do të jem me ty, Eksodi 3:12. Kjo është ajo që ju duhet të dëgjoni sot. Unë jam me ju në çdo hap të rrugës suaj. Në momentet e pritjes, ndonjëherë ndiheni të braktisur.
por e vërteta është se pritja është një pjesë e rëndësishme e procesit. Ajo nuk është një humbje kohe, por një mundësi për të rritur besimin tuaj. Në Psalmistin 27:14, unë ju inkurajoj të prisni për Zotin, të jeni të fortë dhe të guximshëm, sepse ndihma ime do të vijë. Çdo moment i pritjes është një mundësi për të forcuar lidhjen tuaj me mua. Disa herë ju ndjeni si në një shkretëtir, ku asgjë nuk duket se po ndodh. Por mos harroni se në atë shkretëtir unë po ju formoj. Unë po përgatit ju për atë që do të vijë. Pritja juaj është një mundësi për të mësuar më shumë rreth vetes tuaj dhe për të zbuluar fuqinë time. Ashtu si Mojsiu, ju ndjeni të vogël dhe të pafuqishëm, por unë kam një plan të madh për ju. Çfarë do të ndodhte nëse do të fillonit të shihni pritjen tuaj si një mundësi për të rritur besimin tuaj? Ajo që duket si një pengesë mund të jetë një hap drejt një qëllimi më të madh. Në çdo sfidë, ju keni mundësinë të rriteni dhe të zhvilloheni. Unë kam dëgjuar çdo lutje, çdo lotë dhe çdo mendim të dyshim. Por unë ju ftoj të besoni se unë kam diçka të mrekullueshme për ju. Ndoshta keni ëndrat tuaja të varura, dyshimet dhe frikërat tuaja që ju mbajnë të bllokuar. Kjo është një pjesë e natyrshme e jetës, por unë ju ftoj të mos lejoni që ato të ju ndalojnë. Në Romakëve 8:28, unë ju siguroj se të gjitha gjërat punojnë për mirë për ata që më duan. Çdo pengesë, çdo dështim, çdo dhimbje, është një hap drejt qëllimit tim për ju. Mos harroni se ju jeni të çmuar në sytë e mi. Unë ju kam krijuar me një qëllim dhe një identitet të veçantë. Kur ju besoni në këtë identitet, ju filloni të veproni ndryshe. Ju filloni të shihni veten si unë ju shoh. Ju jeni të dashur, të fortë dhe të aftë për të përballuar çdo sfidë që ju vjen përballë. Kështu, si mund të gjejmë qetësinë në mes të stuhisë? Si mund të besojmë dhe të jemi të bindur në planin tim? Ajo fillon me një vendim të thjeshtë: besoni se unë kam kontrollin. Në çdo situatë, unë jam aty për t'ju udhëhequr dhe për t'ju mbështetur. Kur ju ndiheni të paqartë, kërkoni praninë time. Qëndroni në fjalën time dhe lutuni për udhëzim. Tani, le të kalojmë në bisedën tonë të ardhshme, ku do të flasim për discernimin e hapit tuaj të ardhshëm. Si mund të kuptoni se çfarë është hapi i duhur për ju? Si mund të jeni të sigurt në vendimet që merrni? Kjo është një pyetje thelbësore, dhe unë dëshiroj t'ju ndihmoj ta zbulojmë së bashku. Tani, le të flasim për discernimin e hapit tuaj të ardhshëm. Si mund të kuptoni se çfarë është hapi i duhur për ju? Si mund të jeni të sigurt në vendimet që merrni? Kjo është një pyetje thelbësore, dhe unë dëshiroj t'ju ndihmoj ta zbulojmë së bashku. Çdo ditë, ju përballeni me zgjedhje. Disa janë të vogla, si çfarë të hani për drekë, ndërsa të tjera janë thelbësore, si çfarë rrugë të ndiqni në jetë. Por si mund të dalloni mes zërit tim dhe zërit të dyshimit që shpesh ju rrethon? Mos harroni se unë ju kam dhënë një dhuratë të veçantë, ndjenjen e discernimit. Një dhuratë që ju ndihmon të kuptoni se cila është rruga e duhur për ju. Në Bibël, në Jakobin 1:5, shkruhet: nëse ndokush nga ju i mungon mençuria, le t'i kërkojë Perëndisë që e jep pa mas dhe nuk e qorton askënd. Kjo është një premtim i fuqishëm. Kur ndiheni të humbur, kur dilemat ju rrethojnë, ju mund të kërkoni mençurinë time. Unë jam këtu për t'ju udhëhequr dhe për t'ju dhënë qartësi. Por, ndonjëherë, ju duhet të ndaloni dhe të dëgjoni. Dëgjimi është një hap i rëndësishëm në discernimin tuaj. Në këtë botë të shurmshme, është e lehtë të humbni në zërat që ju rrethojnë. Por unë ju ftoj të gjeni një moment qetësie. Ndoshta është në mëngjes, para se dita të fillojë, ose ndoshta në mbrëmje, kur të gjitha shurmat e botës janë larguar. Merrni një çast për të reflektuar, për të lutur dhe për të kërkuar udhëzim. Dëgjoni zërin tim. Ai është aty, duke pritur që ta dëgjoni. Kur ju e bëni këtë, ndonjëherë ndiheni si Mojsi, kur ai u përball me Zotin në malin Sinai. Ai kishte frikë, por gjithashtu kishte besim.
Ai kërkoi shenja dhe unë i dhash atë që kishte nevojë. Po ashtu, unë jam këtu për t'ju ofruar shenja dhe udhëzime, por ju duhet të jeni të hapur për t'i pranuar ato. Ndoshta ju ndiheni të bllokuar si një derë e mbyllur përpara jush. Por mos harroni, çdo derë e mbyllur është një mundësi për të kërkuar një derë tjetër. Unë kam një plan për ju, një plan që është për të mirën tuaj. Mos u friksoni nga pasiguria. Ajo është një pjesë e procesit. Në Jeremia 29:11, unë ju them, sepse unë e njoh mendimin që kam për ju, thotë Zoti, mendime paqeje dhe jo të keqe, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Kjo është një premtim që duhet ta mbani fort. Nëse ndiheni të humbur, nëse keni shumë mundësi dhe nuk e dini se cila është e drejta, lutuni për discernim. Kërkoni shenja. Dëgjoni zërin tim. Unë kam përgatitur rrugën tuaj dhe ndonjëherë ju duhet të bëni hapat e parë për të zbuluar atë që kam planifikuar. Dhe ndërsa ju ecni përpara, mbani mend se çdo hap është një mundësi për të mësuar. Disa hapa mund të duken të gabuar, por çdo përvojë është një mësim që ju afron më afër me mua. Unë jam me ju në çdo hap të rrugës. Në çdo moment të dyshimit, unë ju mbështes. Në çdo moment të frikës, unë ju qetësoj. Pra, si mund të dini se çfarë është hapi i duhur? Kërkoni për paqen që kalon çdo mendim. Kjo paqe është një tregues i fortë se ju jeni në rrugën e duhur. Në Filipianëve 4:7 ju lexoni, dhe paqja e Perëndisë që kalon çdo mendim do të ruajë zemrat dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Ndjeni atë paqe. Ajo është udhëzimi im për ju. Dhe tani, ndërsa po mendojmë për hapat tanë të ardhshëm, le të kalojmë në bisedën tonë të ardhshme, ku do të flasim për vale, dhimbje dhe formimin shpirtëror. Si mund të rritemi në besimin tonë përmes sfidave? Si mund të shohim dhimbjen si një mundësi për të forcuar besimin tonë? Kjo është ajo që do të zbulojmë së bashku. Në këtë moment, ndoshta po ndiheni të shqetësuar, të humbur në mes të sfidave që po kaloni. Por le të kujtojmë se çdo vale dhimbjeje që kaloni ka një qëllim. Ajo është një mundësi për të rritur besimin tuaj, për të forcuar karakterin tuaj dhe për të afruar më tepër me mua. Në Romakëve 5:3-4 ju lexoni, dhe jo vetëm kaq, por ne edhe gëzohemi në vuajtjet tona, sepse e dim se vuajtja prodhon durim, durimi karakter, dhe karakteri shpresë. Çdo dhimbje që përjetoni, çdo vështirësi që ju godet, është një mundësi për të rritur në besimin tuaj. Mënyra se si ju reagoni ndaj dhimbjes suaj është ajo që do të përcaktojë se si do të dilni nga ajo. A do të lejoni që dhimbja t'ju mbyll, apo do ta përdorni si një shkallë për të arritur më lart në besimin tuaj? Mendo për Jobin, një njeri i drejtë që përjetoi humbje të mëdha dhe vuajtje të thella. Ai e humbi gjithçka, por ai kur nuk e humbi besimin e tij. Ai tha, edhe nëse ai më vret, unë do të shpresoj ende në të. Jobi 13:15. Kjo është një shprehje e besimit të patundur, një besim që kalon çdo natyrë të dhimbjes. Jobi na tregon se ndonjëherë dhimbja është një provë e besnikërisë sonë ndaj meje. Ndërsa kaloni përmes valeve të dhimbjes, mos harroni se unë jam aty me ju. Unë e di se ju ndiheni të lodhur, të frustruar, ndoshta të braktisur. Por ju lutem, mos e humbni shpresën. Çdo valë që ju godet është një mundësi për të rritur besimin tuaj. Është një mundësi për të forcuar karakterin tuaj dhe për të ndërtuar një marrëdhënie më të thellë me mua. Kur përjetoni dhimbje, kërkoni kuptim në atë që po ndodhi. Çfarë mund të mësoni nga kjo situatë? Si mund të rriteni përmes saj? Kjo është një pyetje e rëndësishme që duhet ta bëni vetes. Në çdo sfidë ka një mësim të vlefshëm. Në çdo dhimbje ka një mundësi për të forcuar besimin tuaj. Mund të ndiheni të lodhur dhe të dëshpëruar, por mbani mend se unë kam një plan për ju. Unë kam një qëllim për çdo dhimbje që përjetoni.
Në Jeremia 29:11 ju lexoni, sepse unë e di mendimin që kam për ju, thot Zoti, mendime për mirë, e jo për të keq, për t'ju dhënë një të ardhme dhe shpresë. Kjo është e vërteta e fuqishme që ju duhet të mbani në mendje. Dhe tani, ndërsa kaloni përmes këtyre sfidave, kujtoni se çdo vuajtje është një mundësi për t'u formuar më shumë në imazhin tim. Çdo dhimbje është një mundësi për të rritur besimin tuaj dhe për të forcuar karakterin tuaj. Kjo është ajo që do të zbulojmë në bisedën tonë të ardhshme, ku do të flasim për restaurimin e brendshëm para se të ndodhin ndryshime të jashtme. Si mund të përgatitemi për ato ndryshime? Si mund të rritemi në besimin tonë përpara se të shohim rezultatet? Kjo është ajo që do të shqyrtojmë së bashku. Nëse kjo lutje të forcoj, bëj një dhurim përmes lidhjes në përshkrim që ky shërbim të vazhdoj të arrijë njerëzit që ndihen të vetmuar. Çdo dhimbje që ju ndjeni, çdo moment vuajtjeje, është një mundësi për të reflektuar dhe për t'u transformuar. Kjo është ajo që ju kam thënë dhe do të vazhdoj t'ju them. Tani, në këtë moment, dua t'ju flas për rëndësinë e restaurimit të brendshëm para se të ndodhin ndryshime të jashtme. Shumë herë, ne jemi të fokusuar në atë që ndodh jashtë nesh. Ne shohim pengesat, sfidat dhe vështirësitë që na rrethojnë. Por, çfarë ndodh brenda nesh? Si ndihen emocionet tona? Si e përballojmë dhimbjen? Në Psalmin 51:10, David lutet, krijo në mua një zemër të pastër, o Perëndi, dhe rinovo brendësinë time. Kjo lutje e thjesht është një thirrje e fuqishme për transformim. Ajo tregon se para se të shohim ndryshime në jetën tonë, ne duhet të lejojmë Zotin të punojë brenda nesh. Disa nga ju mund të ndiheni të lodhur. Mund të ndiheni si të keni humbur çdo shpresë, duke pritur një ndryshim që duket se nuk po vjen. Por dëgjoni, Zoti është duke punuar. Ai është duke punuar në ju, duke ju formuar për të qenë ata që ai ka krijuar për ju. Ai po ju përgatit për atë që do të vijë. Ju duhet të besoni se çdo moment i vuajtjes është një mundësi për të rritur besimin tuaj dhe për të forcuar karakterin tuaj. Mund të jetë e vështirë të shohim përpara kur jemi të mbuluar nga errësira. Por, siç na tregon historia e Jobit, ndonjëherë ne duhet të kalojmë përmes vuajtjes për të zbuluar lavdinë e Zotit. Jobi humbi gjithçka, por ai nuk e humbi besimin e tij. Ai e dinte se Zoti ishte me të, madje edhe në momentet më të errëta. Ai tha, edhe nëse ai më vret, unë do të shpresoj në të. Jobi 13:15. Kjo është një besim i thellë, një besim që na thotë se restaurimi fillon brenda nesh. Ndryshimet e jashtme vijnë pas një procesi të brendshëm. Ju jeni në një udhëtim dhe ndonjëherë duhet të kaloni përmes një vale të dhimbjes për të arritur në bregun e shpresës. Zoti po ju thotë se çdo vuajtje që përjetoni është një hap në rrugën e restaurimit tuaj. Ai dëshiron të krijojë diçka të re në jetën tuaj, por kjo kërkon kohë dhe durim. Kjo është një mundësi për të reflektuar mbi identitetin tuaj. A jeni të gatshëm të pranoni se ju jeni të dashur, të vlerësuar dhe të pranuar nga Zoti? A jeni të gatshëm të besoni se ju jeni të krijuar për diçka më të madhe? Kjo është ajo që ai dëshiron për ju. Ai dëshiron që ju të dini vlerën tuaj, dhe kjo vlerë nuk varet nga rrethanat tuaja. Pra, si mund ta përgatitim veten për ndryshimet që do të ndodhin? Si mund të lejojmë Zotin të punojë brenda nesh? Duhet të jemi të hapur për të lutemi për udhëzim dhe të lejojmë që ai të na tregojë rrugën. Mos harroni, çdo hap që bëni drejt restaurimit është një hap drejt një të ardhme më të ndritur. Dhe tani, le t'i japim vetes lejen për të pranuar këtë proces. Le të jemi të gatshëm të lëmë pas dhimbjen dhe të hapim zemrat tona për atë që Zoti ka për ne. Sepse, kur ne lejojmë Zotin të punojë brenda nesh, ai do të sjellë ndryshime të mëdha në jetën tonë. Në bisedën tonë të ardhshme, do të flasim për atë se si të bëhemi dritë për të tjerët, si të jemi dëshmitar të dashurisë dhe shpresës së Zotit në këtë botë. Çfarë do të thotë të jesh një komunitet që ndihmon njëri tjetrin në këtë udhëtim?
Kjo është ajo që do të shqyrtojmë së bashku. Dhe tani, le të mendojmë për atë që do të thotë të bëhemi dritë për të tjerët. Çfarë do të thotë të jesh një dëshmitar i dashurisë dhe shpresës së Zotit në këtë botë? Kjo është një pyetje thelbësore që na ndihmon të kuptojmë rolin tonë si besimtar. E gjithë kjo fillon me një transformim të brendshëm, një ripërtëritje që ndodh kur ne lejojmë Zotin të punojë brenda nesh. Kur e shohim jetën e Jezu Krishtit, ne shohim se ai ishte drita e botës. Ai erdhi jo vetëm për të na shpëtuar, por gjithashtu për të na treguar se si të jetojmë. Ai na ftoi të jemi dritë, siç lexojmë në Mateu 5, 14-16, ju jeni drita e botës. Një qytet që ndodhet në një kodër nuk mund të fshihet. Po ashtu, nuk ndizet një lamp për ta vendosur në një enë, por mbi një stend që të ndriçojë të gjithë ata që janë në shtëpi. Ajo që është e rëndësishme të kuptojmë është se drita jonë nuk është e jona, por është drita e Tij që ndriçon përmes nesh. Kur ne lejojmë që Zoti të punojë në zemrat tona, kur ne jemi të hapur për transformim, ai na bën dritë për ata që janë në errësirë. Njerëzit rreth nesh po kalojnë sfida të mëdha, po përballen me dhimbje dhe pasiguri. Ata kanë nevojë për një shpresë, për një dritë që t'i udhëheqë. Por si mund ta bëjmë këtë? Si mund të jemi një komunitet që ndihmon njëri tjetrin në këtë udhëtim? Po, fillon me dashurinë e ndërsjellë. Në Gjoni 13, 34, 35, Jezusi na thotë, një urdhër të ri po ju jap, të doni njëri tjetrin. Siç ju kam dashur unë, ashtu të doni edhe ju njëri tjetrin. Me këtë do të dinë të gjithë se ju jeni dishepujt e mi, nëse keni dashuri njëri për tjetrin. Kjo dashuri është ajo që na bën të veçantë. Ajo është ajo që na bashkon si një trup, si një komunitet të besimtarëve. Kur ne ndihmojmë njëri tjetrin, kur jemi aty për njëri tjetrin, ne po e ndihmojmë njëri tjetrin të rritemi në besim dhe në dashuri. Ne po krijojmë një ambient ku ata që ndihen të humbur mund të gjejnë udhëzimin dhe mbështetje. Imagjinoni një botë ku secili prej nesh është një dritë, ku secili ndan dashurinë e Zotit me ata që i rrethojnë. Kjo është ajo që ai na thotë të bëjmë. Kjo është thirrja jonë. Por kjo nuk është gjithmonë e lehtë. Ndonjëherë ne mund të ndjehemi të lodhur, të frikësuar ose të pasigurt për të ndarë atë që kemi. Por kujtoni, Zoti është me ne. Ai na jep forcë, ai na jep guxim. Në çdo hap që ne bëjmë për të ndihmuar të tjerët, ne jemi duke e ndihmuar veten tonë. Ne po rritemi në besim, po rritemi në dashuri. Ne po bëhemi më të fortë si individ dhe si komunitet. E gjithë kjo është një cikël i bukur, një cikël që fillon me Zotin dhe përfundon me ne si dritë për të tjerët. Dhe tani, ndërsa ne mendojmë për këtë thirrje për t'u bërë dritë, le të përgatitemi për atë që do të vijë. Në bisedën tonë të ardhshme, do të flasim për bekimin që vjen nga kjo udhëheqje. Si mund të jemi një burim shprese dhe dritë për ata që janë në nevojë? Si mund të ndryshojmë jetët e të tjerëve përmes veprave tona? Kjo është ajo që do të shqyrtojmë së bashku. Le të përgatitemi për një udhëtim të mrekullueshëm, sepse Zoti ka shumë për të na treguar. Kthe këtë moment në dashuri në veprim, dhuro tani përmes linkut në përshkrim dhe ndihmo këtë mesazh të arrijë dikë që është afër dorëzimit. Dhe tani, ndërsa mendojmë për dritën që ne jemi thirrur të jemi, le të shqyrtojmë se si mund të bëjmë një ndryshim të vërtetë në jetët e atyre që na rrethojnë. Si mund të jemi ata që sjellim shpresë në errësirë? Si mund të jemi ata që nxisin dashurinë dhe mirëkuptimin në një botë që shpesh duket e ndarë dhe e lënduar? Këto janë pyetje thelbësore që kërkojnë përgjigje, dhe Zoti është këtu për të na udhëhequr. Në Bibël, ne shohim shembuj të shumtë të njerëzve që janë bërë dritë për të tjerët. Mendoni për Mojsiun, që edhe pse kishte frikë dhe dyshime, u përgjigj thirrjes së Zotit dhe e udhëhoqi popullin e Izraelit nga skllavëria në liri. Ai ishte një dritë në errësirë, një udhëheqës që solli shpresë dhe shpëtim. Po ashtu, mendoni për Jezu Krishtin, që erdhi si dritë në botë, duke sjellë dashuri, ngushëllim dhe shpresë për ata që ishin të humbur.
Ai na thot, unë jam drita e botës, ai që më ndjek mua nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës. Gjoni 8:12. Tani, Zoti po na thërret të jemi pasues të tij, të jemi ata që sjellim dritë në errësirë. Çfarë do të thotë kjo për ne? A jemi të gatshëm të hapim zemrat tona dhe të ndajmë dashurinë e tij me ata që kanë nevojë? A jemi të gatshëm të bëjmë një ndryshim në jetët e atyre rreth nesh? E di që ndonjëherë kjo duket e frikshme. Ndërsa jemi të rrethuar nga sfida, nganjëherë ndjejmë se jemi të pafuqishëm. Por kujtoni, Zoti është me ne. Ai na ka dhënë fuqinë e tij për të vepruar dhe për të qenë dritë. Dhe çfarë ndodh kur ne vendosim të jemi dritë? Ne fillojmë të shohim ndryshimin. Ndryshimin në zemrat e njerëzve, ndryshimin në mjedisin ton, ndryshimin në botën tonë. Drita jon mund të nxjisë shpresë, mund të sjellë ngushëllim dhe mund të ndryshojë jetët. Siç shkruan Pali në Efesianëve 5:8-9, sepse ndonjëherë ishit errësirë, por tani jeni dritë në Zotin. Ecni si fëmijë të dritës, sepse fryti i dritës është në të gjitha mirësi, drejtësi dhe të vërtetë. Dhe kështu, le të jemi të vetëdijshëm për rolin tonë në këtë botë. Le të jemi të përkushtuar për të sjellë dritë, për të ndihmuar të tjerët dhe për të ndarë dashurinë e Zotit. Çdo veprim i vogël i dashurisë, çdo fjalë ngushëlluese, çdo dorë e shtrirë është një hap drejt ndriçimit të botës. Përfundimisht, le të kujtojmë se jemi të thirrur të jemi një komunitet të fortë, një familje që mbështet njëri tjetrin. Le të ndajmë dëshirat tona, dhimbjet tona, gëzimet tona dhe të jemi një dritë e ndritur për njëri tjetrin. Dhe tani, ndërsa përfundojmë këtë mesazh, le të lutemi për forcë dhe guxim për të qenë dritë. Le të lutemi që Zoti të na mbushë me dashurinë e tij, që ne të jemi në gjendje të ndajmë atë dashuri me të tjerët. Zoti është me ne dhe ai dëshiron që ne të jemi dritë. Në emrin e Jezusit, amen.